Përshëndetje të dashur vëllezër. Kjo video shkon për gjithë ata që na thonin ndërro mbretëreshën për të ndalë sëmundjen e askosferozës, ose ndryshe e njohur si gëlqerosja. Sot në orën 10 të mëngjesit kemi kontrollu dyshemen. Në këtë koloni këtu kemi ndryshuar vetëm mbretëreshën, asgjë fare hiç, as korniza, as hiç fare asgjë, vetëm mbretëreshë. Dhe ora 10 sot në mëngjes, dyshemeja ka qenë e mbushur, jo këtë formë, po edhe trafishi i kësaj, nga gjenerata e parë. Po flas nga gjenerata e parë. Me mbretëresh tjetër. E po tash në thoni mbretëresha, kolonia, apo ku është shfaj? Dhe unë personalisht e ndjek idenë se problemi qëndron tek kornizat. Problemi qëndron në kosherin, në shtëpi, dhe jo tek mbretëresha, sepse siç e dini, ne kemi bërë edhe eksperimente tjera, duke bërë rritje artificiale, duke e zhvendos komplet bletën me mbretëreshën në shtëpitë e re. Kjo është rezultati i një mbretëreshe që kena vendos tek kolonia me askosferozë. Kështu që them se nuk qëndron problemi tek mbretëresha. Mirëmbëjtje dhe shihemi në rritjen artificiale, të cilën do ta ndjekim hap pas hapi. Një epizod në të cilën do të flasim që nga dita e parë deri në pranverën e ardhshme. Ju përshëndes, vetëm deshte që t'rregoj se ndrrimi i mbretëreshës nuk është zgjidhje çdo herë për shërimin e kësaj sëmundje. Çdo të mirë.